Sot në studio kemi një mysafire të veçantë të ndëruar shikues, e cila qëndron pas iniciativave më inspiruese për të rinjët në Kosovë. Pra, ajo është kujtesa Feroataj, administratore në Ligën e Krijuesve Kosovar, që është një program që tashmë prej 8 vitesh po fuqizon brezin e ri përmes kreativitetit dhe teknologjisë. Përmes Kosova Makers League, pra shumë të rinj ka pasur mundësinë të zhvillojnë aftësitë e tyre në inovacion, në programim, gjithashtu edhe në mendim kritik, duke u përgatitur për sfidat e së ardhmës. Pra, kujtesën e kemi të ftuar në studio për të na tregu pak më shumë për aktivitetin përgjithësi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi Flanza, faleminderit për hapësirën dhe ftesën. Atëherë unë po bisedoj pak a shumë për edhe për shpaljosi projektet tona. Në ata ne vetë se kemi fillu me edicionin e 8 të garës, mirë po janë 8 vite që janë bush me plot punë edhe angazhim nga nxënësit edhe shkollat fillore për edhe të mesme të komunës të vendit të Kosovës, ku e kemi domethënë që 8 vite, prej vitit 2018 është formu gara e robotikës, ku është domethënë është organizuar nga është formuluar nga pjesa e Fondacionit Unë Edu Kosovën dhe bën e vet, ku kemi 8 vite, ku rreth këtyre 8 viteve kemi përfshi rreth 500 shkolla publike, por edhe institucione të tjera edukative, dhe gjatë kësaj gare të robotikës përfshi numrin domethënë edhe të nxënësve prej institucioneve edukative, ku kemi rreth 12.000 nxënës që përfshihen në garat tona, janë rreth 1.000 mësimdhënës që janë trajnuar nga ana jonë, edhe kemi normalisht edhe 32 komuna të përfshira në garat e robotikës. Përveç këtij programe, që është gara më e madhe e robotikës në rajon, që është një program jashtëzakonisht i suksesshëm, kemi edhe programe edhe projekte të tjera që jemi duke i zhvilluar për të rinjt, kemi sfidën kreative. A dalemi pak tek gara e robotikës, a di që ta... Po, veç tash me që po e bëni prezantim. Po, e ma di dalemi tek secili aktivitet. Paka shumë. Tek gara e robotikës, sa ka qenë interesante për fëmijët që të marrin pjesë në këtë garë? Përmendet që një numër i madh i fëmijëve kanë kalu përmes kësaj gare në fakt ndër vite. Edhe sukseset të cilat i kanë arritur. Po, patjetër. Domethënë përfshirja e nxënësave ka qenë mjaft e madhe në çdo vit. Ka qenë, domethënë, kemi pasur rritje të nxënësve dhe përfshirje të shkollave publike, por edhe institucioneve të tjera edukative. Na gjithmonë jemi mundu me hes një hap me kohën, ku kemi ndryshu gjatë çdo edicioni, një risi kemi sjell, ku e kemi këtë pjesën që këtë edicion e kemi përfshirë pajisjen e re teknologjike, që është kamera Haskellens, edhe gjithmonë ka qenë ky interesi i nxënësave me shiku çka ka tre, edhe me u përfshi domethënë pjesën e në hapin me kohën, edhe ka qenë një interesim mjaft i madh dhe na ka gëzuar shumë si fakt, me qenë se nxënësit po edhe mentora gjithmonë kanë dëshiruar me apliku edhe me qenë pjesëmarrës edhe në edicionet e reja që na i zhvillojmë. Po natyrisht gjithmonë edicionet nuk munden me u arrit pas edhe mbështetjen e mbështetësve tanë kryesor. Këtë edicion e kemi mbështetjen pjesërisht të Ministrisë. Të disa sponsorë. Ministrisë. A e kete të detyrueshme me i thonë? Po, mundësia. E kemi Mashtin, e kemi Prokredit Bankën, pashtu edhe mbështetësit tanë të përhershëm që është Korporata Rrugove, bën e vetë Prishtina edhe Cap Trust. Mirë, me që është sigurisht aktivitet nga i cili përfitojnë të rinjt lejo ato në këtë rast. Mirë, në flasim pak kujtesa edhe për këtë organizimi që e bëni, sepse realisht e përmend edhe më herët, janë 500 shkolla të përfshira, kur janë 500 shkolla veç mundemi me marrë me mend mandej sa numri i madh i nxënësve është aktiv dhe ka qenë aktiv, ka kalu, si me thonë, për këto aktivitete, kurse, trajnime edhe ligën, çado që keni organizuar. Që keni po energjinë e trive edhe mandej, si me thonë, a keni shku ju keni punu me ta, apo e keni angazhu një mentor brenda shkollës edhe aje e kanë bikqyr projektin? Edhe këtë, si thonë, edhe vullnetin, energjinë e ty në me u përfshi në projekte tilla. Vullneti edhe energjia e nxënësve është jashtëzakonisht e madhe.
ku na kemi përfshi, do me thonë, atë numrin e madh që veç e ceka më herët, edhe ne e kemi fillimisht trajnimin për mentora, ku i ftoj mentorat për me u trajnu. Mentori është dikush brenda shkollës? Po, dikush brenda shkollës. Mundet me qenë arsimtar, nuk është të thënë asnjëherë nuk e kemi të thënë me qeni fushës e teknologjisë, mundet edhe fushave tjera me qenë se i kemi trajnimet, edhe ata i marrin njohurit bazë, por gjithmonë janë edhe në kontakt me ne, ku mundemi me asistu njëjtë. Neve na vjen rasti që me bisedu qoftë me mentorat, po edhe me vetë nxënësit. Është ajo interesi i madh, energjia që e kanë nxënësit që kanë dëshirë me punu, edhe nëse mentorat nuk janë shumë, do me thonë, po na e kemi rolin e mentorit ma shumë menaxhues, që me i mbledh nxënësit edhe ata me bë punën. Një koordinator, a? Po, edhe na nuk kemi në shkolla, por kemi vizita që shkojmë, do me thonë, tek shkollat, institucionet edukative, edhe punën më të madhe normalisht e bëjnë nxënësit në shkollat e tyre. Nuk është që ne gjithmonë i mbikëqyrim, por është një mbikëqyrje nga prapa kuintave, nëse mundemi me thonë, është ai bisedimi që na e kemi me telefon, me e-maila, po, në distancë. Po, edhe pse është kjo distanca mes nesh, puna që bëhet mbrapa është jashtëzakonisht e madhe. Mirë kujtesa, këta nxënësit të cilat ndoshta kanë prirje pak më shumë në teknologji, aftësi më shumë në teknologji, përgjithën pastaj nga mentorët, nga shkolla, që identifikimi bëhet përgjithja e fëmijëve? Na e kemi në garë, do të me qenë 4 nxënësa, edhe kemi këtë barazin gjinore. Mandit ishta me dole dhe tek interesimi i vajzave në teknologji. Se e kemi këtë, se kemi vrejt që ka pas raste, për shembull, ka dhe shkolla që s'kanë shumë numër të vajzave, ose ma shumë është kjo pjesa e numërit të vajzave, dhe kemi pas këtë mundësi që me ba barazin gjinore, edhe më përfshi edhe vajzat edhe djemët. Për zgjedhjen e bajnë, e kanë të lirë mentorat i zgjedhin nxënësit që dëshirojnë me marrë pjesë, mirë po në të njëjtën kohë përveç 4 nxënësave mundën me përfshi edhe nxënësat të tjerë, cilët punojnë edhe kanë dëshirën vullnetin. Po janë 4 liderët e grupet. Po kemi përfshirje tash me barazit gjinore është edhe numri i vajzave që është rritë. Po kanë dëshirë vajzat me qenë pjesë e këtyne guarave? Po, e vrejmë interesimin edhe... Qysh duket interesimi i vajzave në TIK? E kemi vrejt edhe kur i kemi organizu punë të rritë, për shembull Girls in ICT, po edhe në guarat e robotikës kur e kemi pa këtë barazin gjinore dhe dëshirën që ato me u përfshi edhe na për vete, nuk e kemi në zyre për momentin këtë barazin gjinore, jemi 4 vajza që punojnë fuqishëm rreth këtij projekti, edhe i kemi pa që ndoshta edhe duke na pa neve, po edhe që kanë dëshirë që me hecë një hapë në kohë. Ka qenë një projekt në të kaluarën para disa viteve, edhe s'pëm kujtohet bashkë sa vite, kështu nështë 5-6 vite. Sa përshkon shpejt, kështu që nga Po, përshkon ti për shpejt. Edhe më kujtohet që ka qenë lidhur me kodim diçka, me disa pajisje. Edhe që kam kaluar përshtypje është ka qenë i dedikuar kryesisht për djemtë. Duke përjashtu, domethënë, vajzat, sikur ky është profesion vetëm për meshkuj, vërtet shqetësues, ashtu që shumë mirë që ka interesim edhe për vajzave. Në fakultet të teknologjisë, pra, edhe në fakultet edhe në publik edhe private ka gati një barazim të vajzave të djemtë, kështu që janë disa tregus. Mirë, qa bëjnë këta, se ne po themi pra Liga e Krijuesve të Kosovës, apo jo kosovar. Jena kon dilemë më ngjes me atë. E diskutuam po atë dilemë, se më thonë, janë krijues, po a ka dilema kur e dëgjon dikush Liga e Krijuesve Kosovës, mundet me menu ta zëm krijuesve, nuk e di, artistik. Për shembull, unë kisha këtë dilemë, sado që e di punën që e bëni, po për te kësaj, ndoshta mundesh të më shpjegoj, po ta zëm se e di në për shkolla, disa shkolla kanë po me ata robotët e vegjël që krijonin, bënin diçka dhe gjana kështu, shumë interesante, shumë kreative edhe atraktive. Edhe atraktive, edhe që zgjojnë, si më thonë, atë kurreshtin e fëmijëve për me shku në është një hap matutje. Edhe për qatë 8 viteve, për shembull, se 8 vjet më herët, po besoj, janë kriju gjana thjeshta. Tash 8 vjet më vonë, kanë avancuar, ata keni avancuar edhe ju. Po. Atëherë gjatë 8 viteve kemi pas normalisht ndryshim edhe të robotëve që kanë përdorur nxënësit, kemi pasur fillimisht robotin Embed, më pas kemi kaluar në robotin McQueen Plus, edhe tash normalisht është bërë implementimi në robotin McQueen Plus bashkë edhe me kamerën Haskellans Pro, përfshirja dhe inteligjencës artificiale në këtë fushë. Sa i përket emrit Liga e Krijuesve Kosovar, me qenë se kemi një pjesëmarrje jashtëzakonisht madhe, mundemi me thonë që krijuesit janë nxënësit, edhe normalisht që ndërlidhet edhe emri me krijuesit e vegjël, por edhe të mëdhej.
kështu që mentora që janë mbështetësit normalisht të nxënësve. Ku na zakonisht dhe me thane kemi këtë pjesën që i kemi 4 raunde, janë 3 raunde online, ku është pjesa që ata punojnë në shkollat e tyre, është një sfidë me një mision të veçantë, ku këtë edicion e kemi temën Agenti AI, edhe që ka gjithmonë një mision të veçantë për me përfundu një mision që ne e caktojmë dhe ata e punojnë në një interval prej 2 deri në 3 javë. A vjen në shprehje kreativiteti i fëmijëve në këtë rast? Si thonë, ju lejoni aty në që me gjithë një zgjidhje, apo është një farë rrjedhë logjike, se që duhet me ndjek ata? Po, mundemi me thonë që janë të dyja bashkërisht, se në këtë pjesë, do me thonë ata duhet me zgjedh misionin në bazë të udhëzimeve që ne i kemi tek sfida, por natyrisht... Pra, a e zgjidhin ta zonë, nëse janë 500 shkolla, 20 shkolla në qëtë garë, në lisa shkolla, duhet me zgjidh gjitha njëjtë, apo ka, se më ljarëmani, dikush e zgjidh në formën që donë? Mundën, po, ka momente që e zgjidhin në një formë tjetër, mirë për përfundimi me qenë i njëjti edhe në bazë të udhëzimeve që na i kërkojmë prej tyre. Pra, është një formulë, kjo ishte ide, është një formulë që duhet me ndjek. Po, mundet me pas edhe ndryshime që kanë arritë se ka shumë simdhënca edhe shkolla që e kanë përfundu sfidën, po kanë gjetë zgjidhje tjera. Edhe, po, përfundimi ka qenë i njëjtë. Kështu që na gjithmonë jemi të lumtur kur ata provojnë gjëra të reja edhe mundohen me zgjedh mënyra tjera. Po shprehin kreativitetin. Po, me i zhvillu aftësitë e tyre, qoftë bashkëpunime në grup, aftësitë e tyre të buta. Kështu me radhë. Mirë, kujtes, këta, kur jemi te gara e robotikës, kam pas mundësi ma ndej që me sfidu vetën ndoshta në gara ndërkombëtare, jashtë Kosovës? Po, kanë qenë... Edhe çfarë rezultate në fakt kanë sjellë? Po, na që 3 vite me radhë, ekipet fituese i dërgojmë në panairin më të madh të inovacionit edhe teknologjisë në Maker Faire Rome në Itali. Që edhe një motiv shtesë, madje për grupën. Unë isha aty. Edhe hili kisha mosh. Normalisht është tani ai suksesi që nxënësit dëshirojnë që me shku bile na pyesin shpesh herë a është i njëjti shpërblim për vendet e para. 3 grupe shkojnë atje, a? Janë, po, 2 ciklet në fakt, ciklin i 5 edhe 6-9 vendet e para shkojnë, dërsa në vitin e kaluar kemi pas edhe shpërblime të tjera për vendet e 2-ta, 3-ta, deri në të 7-tën kemi pas shpërblime të ndryshme, por këta 2 vendet e para të 2 cikleve kanë shku në Itali, edhe normalisht që është një shtys për ta që me vazhdu për para. Edhe në po që apo botë atje, edhe me vizitu Italinë. Për shumë nuk e di, kujtesa, kjo liga krijuesve të zëmë, a ka të tilla të ngjashme edhe, nuk e di, shtetet të regionit, për shumë ose shtetet tjera ku do qoftë. Edhe sa, po më interesant të zëmë, një ligë e Kosovës sa është e barabartë, sa largë, sa ofër, sa njëjtë jemi me liga tjera, qoftë në region, qoftë ku do qoftë? Po, kanë qenë edhe në Kroaci, por edhe në vendet të tjera. Normalisht puna që na e bëjmë jemi duke vazhdu, kështu që ne është një punë kogja e madhe që përbëhet. Normalisht ka edhe në vendet të tjera, mirë po është kjo pjesa... Qa qëllimi final? Me identifiku edhe me orientu të rritë ka e ardhmja? Na, qëllimi kryesor është që teknologjia me u përdorë si mjatë për me arritë fillimisht e edukime, edhe më pas ata me zhvillu aftësitë e tyre në këto fushat STEM, me qenë të lirë me zgjedh ka dëshirojnë të shkojnë, të cilat fusha atyre ju përshtaten. Po, qëllimi me eksperiencu diçka të mira? Po, natyrisht. Mirë, kujtes, kemi edhe disa minuta për me, edhe disa minuta jo shumë, po edhe një 2 minuta e gjysë për me folë për aktivitetet e tjera. Që që shfryzoj rastin, se ma ndej shpesher, ndodha jo ku shkon të doktori që i kizë 100 pyetje, edhe dhe ja pas një pyetje. Po. Që që shfryzoj rastin, me folë pak edhe për të rinjet në teknologji, që është një program gjithashtu atraktiv. Po, na kemi do me thonë edhe programe për shkollat e mesme, ka qenë sfida kreative, që është zhvillu më herët, që do me thonë kemi atë pjesën që disa të rinj nga shkollat e mesme të vendit të Kosovës kanë kriju stacione për matjen e kualitetit të ajrit, mirë po nuk vazhdojnë si projekt për shkak të disa arsyeve, mirë po na nuk kemi të ndalur me qenë se kemi edhe projekte të tjera që i fuqizojnë të rinjt edhe normalisht e kemi programin të rinjt në teknologji që e kemi mbajt me njëherë me komunën e Prishtinës, pra me 5 shkollat e mesme.
ku ka qenë një program jashtëzakonisht i suksesshëm, edhe më pas kemi vazhdu për shkak të suksesit madh që e ka pas në pjesën e parë, kemi vazhdu me terren në teknologji, me komunën e Shtimës, dhe së shpejti do të vazhdojmë edhe me komunat e tjera të vendit të Kosovës. Kështu që është një projekt që ka 3 module, ku ata njihen edhe me konceptet fillestare të programimit, teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, dhe në fund e bëjnë këtë ndërlidhjen e të 3 moduleve edhe punojnë projektet e tyre, ku ka qenë një sukses jashtëzakonisht i madh, edhe normalisht që na kemi me provu që mos me ndalë dhe ma vazhdu edhe me projektet e tjera për të rinjt. Sigurisht, edhe ne kemi qenë edhe te ju atje. Si më edhe ekipet tona edhe kemi pas edhe paraqitje të drejt për drejta me sa e di edhe kemi pa punën që po bëhet. Ndoshta në rast tjetër ose kur të keni fituesin, me na fituesit edhe me na demonstru diçka këtu, a? Patjetër. Me ata robotet e vegjël edhe me pas çfarë po krijohet edhe me demonstru se çfarë mund bëjnë ata robot, sepse siç e tham sigurisht në raport me tazën vitin e parë, tash jemi në edicionin e 8 dhe ka një avancim, patjetër se ka avancu edhe teknologjia, ka avancu shkenca në përgjithësi edhe një ritëm normalisht gjithmonë vinë duke u thellur. Faleminderit kujtes.